Relativisht e lartë dhe fryma e punës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka qenë kryesisht transparente dhe në një masë konsensuale. Në KDI thanë se kjo fushat zgjedhore është karakterizuar nga vendime që përbëjnë shkelje ligjore dhe se mungesa e debateve në mes të kandidatëve për kryeministër e ka cunguar të drejtën e qytetarëve. Këto zgjedhje kanë qenë dhe janë zhvilluar në një atmosferë të qetë dhe demokratike, pa asnjë incident serioz i cili do të mund ta cënonte integritetin e zgjedhjeve apo do ta minonte besimin e publikut në rezultatin zgjedhor. Fakti që KQZ-ja tashmë ka arritur që t'i përpunojë më shumë se 1/3 e vendvotimeve, besoj që e vendos KQZ në rrugë të duhur që deri afërsisht në pjesën e fundit të muajit janar të certifikohen rezultatet dhe që normalisht sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, kjo do të mund të ndikojë që seanca konstituive të thirrët sa më parë që të jetë e mundur. Cakolli për çështjen e votimit jashtë vendit tha se lista e votuesve vazhdon të mbetet problematike dhe se ka nevojë për ndërhyrje më afatgjatë në këtë drejtim. Edhe pse KQZ ka ndërmarrë hapa për pastrimin e saj, fakti që lista e votuesve vjen të ketë mbi 2 milion votues, pra gati 500.000 më shumë se sa që ka banor rezident në bazë të gjetjeve nga matjet e fundit të popullsisë që janë bërë vitin e kaluar, tregon për nevojën për intervenime më afatgjate në këtë drejtim. Zhvillimi më pozitiv i këtij procesi u tha se mbetet publikimi i shpejtë dhe pavonesa i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.